Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Thoni lam të mirë qimeve në fytyrë, një herë mirë, kjo recetë do ju befasoj. Qime të holla në faqe, ballë dhe në qafë paraqesin për shumë femra një makth të vërtet, veçanërisht për shkak të ndikimit të hormoneve. Ato me kohë bëhen më të errta dhe njëkohësisht më të theksuara. Pra, këtu ju do të gjeni një recetë popullore për të shpëtuar prej tyre. Një herë për gjithmonë, e cila është më e mirë se depilimi klasik. E gjitha që ju duhet të bëni për të zgjidhur problemin e qimeve të pakëndshme është gjysmë lugë gjelle vaj kokosi. Mund të përdorni vaj ulliri, por nuk është aq edhe efikas. Ju duhen 3 lugë gjelle mielli integral dhe pak ujë. Para së gjithash, fytyra duhet pastruar mirë nga grimi dhe papastërtitë e tjera dhe pastaj, në pjesët problematike të fytyrës, aplikoni vaj kokosi dhe masazhojeni atë në lëkurë. Pastaj, në një enë, ju duhet që të përzieni miellin dhe ujin derisa të formoni një pastë homogjene. Menjëherë aplikoni në fytyrë. Lejojeni atë që pothuajse plotësisht të thahet, kurse për këtë do t'ju duhen për rreth 10 minuta. Pastaj, edhe një herë, fërkoni përzierjen. Tani, le largoni atë butësisht nga fytyra juaj. Nëse paraqitet skuqe dhe një ndjenjë lëkurës së tërhequr, mos u shqetësoni, ajo së shpejti do të kalojë. Pastroni mirë fytyrën me tonik dhe pastaj aplikoni krem me lëndë ushqyese ose serum. Përsëriteni këtë procedurë 2 herë në javë në intervale të rregullta prej 4 javësh. Qimet në fytyrë janë një problem që e kanë një pjesë e mirë e grave. Shkaqet janë të ndryshme, si për shembull çrregullimet hormonale, shpeshherë depilimet shkaktojnë irritime, puçra me infeksion dhe skuqje të lëkurës. Për të shmangur të gjitha këto ka disa mënyra me anë të maskave. Këto lloj maskash ju mundet që t'i bëni në shtëpinë tuaj pa shumë produkte. Do t'ju duhet një e bardhë veze. Në një pjatë, ndahni të bardhën nga e verdha e vezës. Me anë të një furçe e shpërndajmë të bardhën e vezës në fytyrë. Menjëherë pas kësaj vendosim mbi të bardhën e vezës në fytyrë një pecetë tepër të hollë. Mundet që ta vendosni në të gjithë fytyrën ose në pjesën ku keni qime të padëshiruara. E lyejmë pecetën sërish me të bardhën e vezës, duke përdorur një furçë ose gishta tuaj. Si për stresës së dytë të së bardhës së vezës, vendosim sërish një pecetë tjetër të hollë. E lëm të bardhën e vezës që të ftohet, më pas fillojmë të heqim ngadalë pecetat e thara. Bashkë me to do të ikin edhe qimet. Maska me sheqer dhe me mjalt. Përbërësit që do t'ju duhen janë 1 lugë gjelle sheqer kaf ose të bardhë dhe 1 lugë gjelle mjalt dhe 1 lugë gjelle ujë, një tas i cili nduron nxehtësinë e mikrovalës, një spatull ose shkop akulloreje dhe disa copa në formë shiritash. Udhëzime. Vendoseni që të gjithë përbërësit në një enë e cila duron nxehtësinë. Vendoseni enën në mikrovalë ose në një ngrohse të çfarëdoshme. Përzieni përbërësit për rreth 30 deri në 35 sekonda, derisa përzierja të fillojë të flluskojë dhe të kthehet në ngjyrë kafe. Largojeni enën më pas nga nxehtësia dhe lëreni përzierjen që të ftohet pak sa të mos ju djegë lëkurën, pasi të jetë ngrohtë, jo shumë e nxehtë. Merrni pak nga dylli i ngrohtë me anë të një spatule dhe vendoseni atë në zonën ku ju keni qimet e dëshiruara. Merrni një copë në formë shiriti dhe vendoseni mbi zonën e lyer me dyll. Me anë të gishtave ushtroni pak presion mbi copën, duke e sheshuar atë me lëvizje sipas drejtimit të rritjes së qimeve.
Më pas tërhiqeni copën me ngadalë në drejtimin e kundërt të rritjes së çimeve. Përsëriteni të njëjtën proces derisa qimet e padëshiruara të jenë larguar nga fytyra juaj. Maska me shafranin ndije. Shafrani ndis mund të përdoret i vetëm ose i kombinuar edhe me përbërës të tjerë për heqjen e çimeve të fytyrës. Ai ka veti antibakteriale dhe gjithashtu parandalon infeksionet e lëkurës. Merrni 2 lugë çaj shafrani ndije dhe përzjeni atë me ujë për të bërë një pastë tepër të hollë. Shpërndajeni përzierjen në fytyrë dhe lëreni për 10 deri në 15 minuta. Pasi maska të jetë tharë, fshiheni atë me një leckë pak të lagur duke e lëvizur copën në drejtimin e rritjes së çimeve. Përdoreni këtë maskë rregullisht për disa javë derisa qimet të zhduken plotësisht. Gjithashtu, mund të keni dhe tipare të mrekullueshme të fytyrës, por ka diçka e cila ju bën që të ndiheni keq, si për shembull qimet. Ato janë një ndër gjërat më të tmerrshme për një femër. Ato janë në pjesën më të dukshme të trupit dhe është e pamundur për t'i mbuluar. Heqja e tyre mund të bëhet duke aplikuar metoda nga më të ndryshmet, por shpesh pas tyre fshihen edhe disa efekte anësore. Përveç kostos, ato mund të shkaktojnë irritim të lëkurës ose shqetësime të tjera, duke qenë se lëkura e fytyrës është shumë e ndjeshme. Mund të mos ju ketë shkuar në mendje, por zgjidhjen e keni në shtëpi. Është një recetë mahnitëse me domate e cila zhduk qimet e fytyrës tuaj përgjithmonë. Përbërësit janë 2 lugë gjelle lëng domate, 1 lugë gjelle xhelatinë pluhur, 1 lugë gjelle qumësht dhe 2 deri në 3 pika mjaltë. Përgatitja dhe aplikimi. Shtrydhni një domate derisa të nxirrni 2 lugë gjelle lëng prej saj. Hidheni në një enë të vogël së bashku me xhelatinën dhe 1 lugë qumësht. Për të shkrirë plotësisht xhelatinën duhet që të hidhni pak ujë të nxehtë në një enë të madhe dhe vendoseni mbi të tasin me përzierjen me domate dhe xhelatinë. Shtoni 2 deri në 3 pika mjaltë dhe më pas përzijeni mirë. Aplikojeni maskën në zonat ku ju keni qime me anë të një furçe. Lëreni maskën që të thahet për 5 deri në 10 minuta. Pastaj hiqeni atë ngadalë. Lajini fytyrën në fund me ujë të ngrohtë. E mira është se kjo maskë është e përshtatshme për të gjitha llojet e lëkurës, jo vetëm që do të heqë qimet e padëshiruara, por do të bëjë gjithashtu lëkurën tuaj më të butë. Eliminimi i qimeve në fytyrë mund të realizohet përmes pastrimit me anë të ngjitësve ose një peri, por këto janë mënyrat më të shpejta, ndërsa ne do t'ju ofrojmë edhe një maskë e cila mundet që të bëhet në shtëpi. Maska në fjalë, e cila realizohet me miell, vezë dhe sheqer, mundet që ta përdorni 2 herë në javë për t'i larguar qimet e padëshiruara në pjesët e ndryshme të fytyrës. Për ta përgatitur juve do t'ju duhen 1 e bardhë vezë, sheqer dhe miell i bardhë. Fillimisht merrni të bardhën e vezës dhe e përzjeni duke shtuar 1 lugë sheqer dhe më pas 1 lugë miell. Përzjeni të gjithë përbërësit mirë dhe pasta juaj është gati. Aplikojeni më pas në fytyrë me anë të një furçe dhe lëreni të qëndrojë për rreth 20 minuta. Më pas largojeni maskën me anë të gishtave. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona
Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.